nej dhe me dalë me një gjuhë të moderuar, prap nuk besoj që qytetarët kanë kohë shumë me analizu dhe me nxjerr nga ky proces. Prandaj, po besoj që i shkon ndoshta e udhës me pa përveç kandidatit për kryeministër, PDK-ja çka ka me mbështet në këtë zgjedhje për president, a do të shkon me një kandidat jashtë partijak prap, apo synon me pas presidentin edhe nga partia e tij. Pra këtu është këgja për mendimin tim, një qytetar i thjesht dhe me logjik të shëndosh duhet me pa përveç kandidatin për kryeministër, duhet me pa edhe kandidatin kush po vjen për president, sepse është një prej garave që ndoshta në mënyrë paralele do të zhvillohet. Urdhëro zoti Tahiri. Faleminderit Visar. E bënë një formulim kështu të përgjithë shumë gjonë dhe prejke shumë çështje që janë interes. Po çka është e rëndësishme me e thonë? Kosova është republikë parlamentore, që nuk kupton parlamenti e zgjedh edhe qeverinë edhe presidentin. Pro na mundum prej storë të me thonë këtë do të me konë presidenti, ai do të me konë presidenti. Po fokusja me rrit fushim politike mbrana parlamentit, dhe mandej kur edhe do të me post leadership, bashkëpunues dhe konstruktiv, e jo me abuzu me fushim politike që shka bo Albin Kurti, që më u barikadu me thonë, mu ma ka dhonë, ty s'ta ka dhonë, dhe më formulime, dore në zemër, shkollë mesme, ushtyshëm qështë. S'na bojnë nerë, nuk i bojnë nerë soj shëshnije. Lideri du të me konë që parafrën, bashkën, ndëgjën, koordinën, më rrinë konsensusin. E ka bolla Ibrahim Rugova, e ka bolla Hashim Thoqi. Kanë qenë liderat pa kontestueshëm. Mund të pashteloshen Pekina me këto. Qytetori i Republikës Kosovës këtë e sheh, edhe këtë e badallimin. Nuk mundet Partia Demokratike e Kosovës, as në subjekt politik, mrena 3 muaj dite me ndru dresat. Ne kemi vazhdimsinë, institucioni, shteti, vlerat sublime, vlerat qytetore, e kalumja jo në lavdëshme krenore, projektet kapitole, që i gëzojmë gjithë bashkarisht, po edhe vizionin për të ardhmen, që edhe me po stabilitet, edhe me urujt nderi e reputacioni njerëzve, që së dështu cenu, ashtu cenu si rezultati propagandës të vazhdueshme, i bindu njem që edhe juve ju shojnë, e ju sulmojnë kur i kundërshtani. E shojnë, e sulmojnë se cilën analizë, se cilën studio. Se politikonat, po se po. Jemi profesionistë gjithë, nuk merremi shumë. Jo, është punë profesioni, po është sfidë për në kuptim social për shoqërinë sot, se gjithë na jem familjar dikuj. Qësh ndihem familjar të unë, qësh ndihem tjoftë, qësh ndihem gjithë atyne. Po më rastin e fundit, me të vërtet është shumë shqetësues, është alarmonte për këtë shoqëni. Dosma e Luan Haradinajt. I pom publikume, mobilizimin me hi me ofendu një familje. Propagandë. Të ditë që nuk kanë qenë verifikueshme, kanë qenë madje që shëndzur dikush për aty